Kur vetmohen këta djemë të humbur, bija ime, ngritën zërat e tyre duke qeshur me këtë vajzë të mashtruar, ose me atë vajzë e cila akom jeton me premtimet e rrenjshme dhe bisedat e ëmbla. Bija ime, Allahu i lartësuar është i urtë dhe i ditur. Çdo send ka krijuar me urtësi, pa marrë parasysh a e din këtë njerëzit ose jo. Allahu ka dashur që gruan të udhëheqin emocionet, të cilat aktivizohen me secilin që i ngacmon dhe bëhen një fond i madh i ndjenjave që i krijojnë sjelljen e saj ose e udhëheqin. Nëse një vajzë varet për një djaloshi, pa marrë parasysh a është i afërm ose i largët, mund ta marrim me mend në çfarë pasione të mëdha do të arrijë. Një vajzë e dashëruar në një djalë, kur e sheh fotografinë e tij në televizion, e puth ekranin, kurse një tjetër, gjithashtu e dashëruar, me shpirt të flakt për ta dëgjoj zërin e tij dhe të kënaq shpirtin e saj. Nëse gjatë kohë nuk ja sheh fotografinë ose gjatë kohë nuk ja dëgjojnë zërin, fillon të mërzitet dhe dëshpërohet, nga se vetëm ai është melhem për shpirtin e saj. Bija ime, ik larg bisedës së këtillë se kjo është haram dhe në kundërshtim me sheriatin islam. Vallë, çka mbetur në zemrën e kësaj vajze prej dashurisë ndaj Allahut dhe pejgamberit alayhis salam dhe prej dashurisë ndaj burrave të mirë. Vallë, a ka mbetur në zemrën e saj leximi i fjalës së Allahut dhe ndjerja e kënaqësisë nga ai lexim? Ku është ajo vajzë që me shpirt të flakt pret bisedën me atë djalë në kohën kur Allahu zbret në treshin e fundit të natës? A thua vallë kjo vajzë për ulet para Allahut dhe i lutet? A thua vallë kjo vajzë i kryen obligimet e kësaj bote? Kjo vajzë, e cila është e gatshme ta lë edhe mësimin që të takohet me të, madje t'i lë pas shpine edhe punët e shtëpisë për shkak të tij. Aq sasi e madhe e emocioneve derdhet, sa që fillon t'i fundos të gjitha ndjenjat për punë të mira dhe ndjenjat e nderimit të prindërve, të cilëve nuk u ka mbetur më vend në zemrën e saj. Në këtë mënyrë, kjo vajzë i asgjëson të gjitha ndjenjat që duhet pasur ndaj shokut të jetës, burrit, i cili duhet të pushoj dhe i cili gjithashtu duhet të pushoj tek ajo. Më vonë, kur Allahu do t'i jep fëmijë, do të dëshiron t'i derdhë ndjenjat e saj drejt tyre, mirë po do ta sheh se fondi i ndjenjave është harxuar, andaj ata do të rriten dhe do të edukohen pa ndjenja. Njeriu i mençur, nëse posedon një sasi të pasurisë, do të mundohet sa më racionalisht të harxojë, që të ketë pranë në momentet kur do t'i nevojiten. Vallë, pse kjo vajzë i derdh këto ndjenja atje ku s'duhet? Edhe pse pasuria nuk mund të krahasohet me ndjenjat, as që mund të krahasohet dunjaja me to. Bija ime, Allahu i lartësuar e ka veçuar vajzën me këto ndjenja dhe me këtë butësi, për shkak të urtësive që i di vetëm ai, me qëllim që këto ndjenja të mbesin fond që do ta mbush jetën bashkëtorë me siguri dhe qetësi. Fond me ndjenja që do të derdhet në edukimin e fëmijëve për të bërë burra të mirë. Pra kjo vajzë nuk i paska derdhur këto ndjenja për t'i sjellë vetes fatkeqësi në këtë botë, andaj le ta vendoj dorën në zemrën nga frika se mos turpërohet në fund. Bija ime, kur të kthesh në shtëpi dhe kur të shtrihesh në shtrat, jepja vetvetes disa minuta dhe kujtoje një vajzë të mirë dhe të devotshme, e cila qëndron larg vendeve të dyshimta dhe krahasoje me një vajzë tjetër e cila është e ndytur me marrëdhënie të ndaluara. Pasha Allahun, cila prej tyre jeton jetë më të qetë dhe më të rehatshme? Cila meriton të lavdërohet? Ajo që ngadhnjen vetveten dhe pasionet e saj në kohë kur edhe ajo ndjen një zbrastir sikur vajzat tjera dhe vuan nga epshi sikur edhe tjerat, ose ajo tjetra e cila rrënohet para epshit të saj? Këtë pyetje parashtron vetë realiteti. Vallë, pse jo vajzë korr sukses kurse kjo tjetra jo? Vallë, pse ajo i tejkalon pengesat kurse kjo rrëzohet para tyre? Bija ime, jam habitur shumë kur kam parë se një vajzë muslimane ecë me zell pas asaj që ja përshkruajnë armiqt, e përcjell modën dhe rebellohet kundër hijabit dhe turpit të saj. Të gjithë jemi dëshmitar se çdo ditë jemi duke parë forma dhe lloje të ndryshme të këtij rebelimi. Vajza ime, këto janë mashtrime të qarta që bëhen kundrejt hijabit, madje mendoj se nuk ka nevojë për t'i përmendur fetfat e ulemave rreth këtij problemi, mirë po besimtari e vërtet
vajza ime frikohet prej Allahut dhe ruhet prej mëkateve dhe udhëheqës të veti në këtë e ka hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, lëra atë që dishon dhe vepro sipas asaj që nuk dishon. Kjo vajzë e ka kuptuar shumë mirë se shtrembrimi i rregullave të shariatit nuk do t'i bëj as pak dobi në ditën kur do të takohet me Allahun i cili i di edhe fshehtësitë e gjoksit. Bija ime, çdo ditë kur shikohesh në pasqyrë, sheh fytyrën tënde që shkëlqen, e ndjen veten se je përplot jetë dhe rini dhe lëviz fal shëndetit të mirë që e ke dhe fuqisë rinore. Mirë po, a nuk e ke vizituar gjyshen tënde? Ose a nuk ke parë ndonjë plak të cilës i është dobësuar ashti dhe i ka shkuar fuqia? Një ditë edhe jo ka qenë e re si ti, përplot jetë dhe gjallëri. Kësaj plake shumë shpejt i kanë kaluar vitet e rinis, ashtu që shkëlqimi i fytyrës së saj është fshehur nën pleqërinë e saj. Kanë kaluar ditët e rinisë së saj, për të mbetur sot të gëdhendura në kujtimin e saj. Vajza ime, ti sot je në të njëjtën rrugë. Këto fotografi të pleqërisë që i sheh përreth teje shumë shpejt do t'i arrish. Andaj ke droj. Ke droj dhe mos e harxho rinin dhe fuqinë tënde kot. Mos e harxho gjallërinë tënde në gjëra që të sjellin vetëm pendim dhe përfundim të keq. Bija ime, nëse njerëzit e dhënë pas pasioneve dhe kënaqësive kalimtare të kësaj bote vetëm pak mendojnë rreth përfundimit, shumë do të mendonin rreth piknisjes së tyre. Vajza ime, para mendoje një njeri i cili i ka shijuar të gjitha kënaqësitë e kësaj bote, asnjë ditë nuk ka vajtuar, krejt këto do t'i harroj nëse futet vetëm një herë në dënimin e zjarrit. Allahu na mroft nga ai. Kurse një njeri tjetër i cili krejt jetën e tij e ka vuajtur, do t'i harroj krejt këto vështirësi nëse vetëm një herë futet në të mirat e xhennetit. Enes ibn Maliku radiallahu anhu thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, do të sjellin njeriu që ka jetuar më së miri në dunja, mirë po ka qenë prej banorëve të xhehenemit, dhe do ta fusin një herë në zjarr, pastaj do t'i thonë, o njeri, a ke parë ndonjëherë mirë? A je kënaqur ndonjëherë? Ai do të thotë, jo, pasha Allahun, o Zoti im. Nga ana tjetër do të sjellin njeriu që ka jetuar jetë më të vështirë, mirë po ka qenë prej banorëve të xhennetit dhe do ta fusin një herë në xhennet, pastaj do t'i thonë, o njeri, a ke parë ndonjëherë vështirësi? A ke vuajtur ndonjëherë? Do të thotë, jo, pasha Allahun, o Zoti im, asnjë vështirësi se kam përjetuar dhe as që kam parë vuajtje. Transmeton Muslimi. Në fund, bija ime, i lutëm Allahut që është krenar dhe i mundshëm të bëj dobi kjo porosi. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.